Në këtë episod të Ome 3 Ome 8 do të ndërtohet kalaja më e madhe e rërës në Shqipëri. Dhe në fakt, jo vetëm një, por 2 kala, sepse pas meje ndodhen Starsat e Andales, të cilët do të ndahen në 2 skuadra me nga 4 persona. Por, si çdo gjë në Andale, asgjë nuk është ashtu siç duket. Nuk do t'jetë një kala do si do rëre, sepse në këtë sfidë do t'ketë shumë plot twiste. Përballë meje ndodhen 2 tavolina me propsa, të cilët do shërbejnë për t'i ndihmuar Starsat për të ndërtuar kalan e rërës. Por, këto propsa nuk do të fitohen lehtë. Ata nuk e din akoma, por do të kemi shumë sfida që do na presin. Gjithashtu, në këtë episod, gjatësia ka rëndësi. Unë këtu kam 1 metër, sepse kalaja që ata duhet të ndërtojnë nuk duhet të jetë më poshtë se 1 metër e gjatë, pra 1 metër e sipër, okej? 1 metër e sipër. 1 metër. Shumë. 1 metër. Shumë. Ata nuk e kanë idenë se çfarë i pret, por shkojnë të ndajmë skuadra. Gocat veç dhe çunat veç? Jo. Jo, normal që jo. Pse? O si jemi kaq bazik në çunat veç, gocat veç. Po si do ndajmë? Jeni ndarë kështu për një arsye të vetme, sepse çunat e Ome 3 Ome 8 kanë përparësinë në ndarjen e skuadrave. Jo është e pa drejtë. Se duhet të kenë ata lukse të zgjedhin gjithmonë. Po qa Flori në plak, po qa lidhe ko, priti sekondon, o desi. Kapeleron. A Floret sa shipe, aman. O Liza në botën e çuditërave. E lam vetëm. Dahet Flori dhe Aldi. Po çaj çifti se I gjysja. Aldi, edhe si të lanë Aldi. Po të intimidon me kapelen e rosh. Eliza botën e çuditërave. Si u ndjeve Aldi që të tratoj Flori me desi? Nuk është hera parë që Flori më pretendon. Kjo do zgjedhësh ti tani. Kjo do zgjedhësh ti. Unë do zgjedh një vajzë ambicioze, një vajzë që ka nisë nga zerja që shkallët e karrierës, edhe është Gjesiana Muka. Gjesiana Muka kalon në skuadrën. Shaq dimetroshë jo. Pakën, mirë që duhum sa ta ndy qmunat pakën të kena një pasarel. Je kënaqur me këtë zgjedhje? Kam që me Aldin që fillim të me treshit të jem të në Pamera. Okej, Des, Unë me që më mori një rësoqe, of course, Juli nuk ka shanë. Juli do vime mu me Duat vi. Juli, Një kapele. by the way, Juli me të kapele, në për djilë. Nuk ja daf shumë. Po, tani do të përgjej kjo që do të them. Ke mundësim për të zgjedhur 2 vajza në skuadrën. jo! Dhe njëra prej tyre do të jetë në skuadrën kundërshtare. Shiko, duke qenë se du të testoj shalpelin Artemisa për fuqinë e saj ndërtimore me dur, do të zgjedh Artemisa dhe do të testoj. Ua, Krista. Po tani, kush ka ngel Kristiana dhe Kristall. Kë do marrësh, kë do lësh Aldi. Si tani? Nuk ka zgjedhje e vështirë, se s'po I le njerëzit me vdek për bukë ose me rreziku jetën, po mendoj që do të testoj Kesianën se sa përton. Kristiana shkon me Aldi dhe Kristall. Po pikërisht. Kristall, si ndjeve? O bes respektoj zgjedhjen se ndoshta ka frikë se I marr vëmendje po t'ikte skuadra atje. Po vëmendje ne do hapim grop Kristall, nuk ka se do bëhet pasarel mo. Kristall, për jetë ekipin e duar dhe ti bëhesh kampion. Unë jam shumë I lumtur për gocat e mia. Hec pak prapa kështu nga. Aty po shkon dhe keni disa ristela, janë vetëm të cilat mund të përdorni aktualisht deri në këtë moment për të gërmuar dhe për të formuar kalan e rërës. Por, si person kreativ që jam, I kam gjetur 2 emra shumë të bukur për secilën skuadër, po shkoj të marr flamura tani dhe t'ja jap. Ma Flori, si I ka shto më rëdha, A si gjisë jo nuk e the. A si gjisë jo nuk e the. A si veta jo, s'ka një pojtë. Apo intimitofen nga kapele. Po zjeni që tani 2 skuadrat u ndan. Tani nuk ka skuadra pa emër dhe unë kam menduar 2 emra shumë interesante për secilën skuadër. Po ka rënë emrat në dorë ty. Ta mori me skuadrën e parë. Skuadra e Kandilave. Sepse ne jemi të butë, po të djegni. Jo, shpirë, sepse djegni. Ne Desim kur, dhe u shmalim. Dukemi të butë. Emrin e skuadrës. Kula shumë. Pihe. Pica kemi ne. Më duket se Kandili s'ka tru. Era e parë që Kristall ka ngrënë. Era e parë, dhe fundi. Për emrin e skuadrës kundërshtare janë frymzuar nga kapela e Desit. Dhe skuadra është Sirena! Sirena dhe Flor Sirena.
Sirenat kundër Sirenat. Deti e o Flori. Sirenat e Kandilës. Ky është Trifoni, ky është Trifoni. Flori! Se shoqënia është shtrenjtë. Gjo, fillimisht kam një ide të përdorim këto, të bëjmë pak terreni. Shumë terreni për park. Okej, super. Bëjmë një pasamentin, po Bëjnë javë shumë. Mund të vazhdoni të puna. Nëse keni nevojë për çfarë thoni? Kamera. Kaq vetë. Ej, ju Ai mos përnor. O Gjesa, ti me drejtë. Ore hiç një ranë në bardh, Leni, o çe i të po. Bëni viz? Daki më në për të bëhet fri. Po jo zbaz, do të hapet në mes. Në mes. Nuk ka peqe. hapet si. Hajde çit. Hajde ishte ta haj! Po qofte kam i tjerë! Hiko plak pa pranën e të. Po zerronën e. Dhe sprem 2.0. Po dhe këtë më shtirë, por! Peti stu rreth të katër. Rreth të katër punoni gosta. Punoni. Artemi sa ulu. O dhe nga mban ujë? Ti ta rafim të trejanti? O zemra më dojë, ja kam plak. Mi se ula aty. Sirena në brek! Ate o. E kema mirë me lakë më gjo. Mirë lagë, ti ka që po sa Sirenta! Jam Sirenta! O, Kesian, mjashtu as deri nesër nuk e lag, o Kesian. Po shimër se u lakë. Po së në lagë Po qoni mua, po një rritin në rrën ta lakim në me. Ore më gjë mua plak se Po ka s'pjatët. më shumë logjik se u Po ta lakë. nxjerrim rënën e Ti na lagë. qa me kokën po vërtite? Po! O misi jo se ka drejt këtu, nuk ka këta shpirta jo. Po shife me shpirt se u lakë, po qesi, po u shtrime po. Shumë pak në sipërfaqe. Ato do shumë sa aq. O, Allah, Po shoj atë në top punë. O Kristina shpjegoj më. Hajtë u lagë, o florë! Po gjë sa baj ve. e lakë dhe po mbit lakë. Të gërmojmë! Mbit lakë bëjmë. Po zëma. Po jo më shok. Kemi ashtu po. Gërmojmë katror. Bukur. Nuk do bash punë. Po ti do rrit merr me. Hajde Flori. 4 orë shkjo apo rreth? Whatever, zëma, gërmojmë diçka që të kryejmë bazën. 1, 2, 3. Hadi her gota. Sigur ka vjerë lopa! Moj katër shë. Hajde. Shpesh kapu. Po hapu ti se na vuna. Po nuk e bëra unë atë, prit. Se jo shtreta. Hapu Kristian. Hajde tani të shohim se çfarë kanë shullosur këta starsa apo jo. Shkojmë fillim tek Kandilët e detit! Kam! Si po shkon? Shumë mirë, shumë mirë. Po bëni kek tort qa është kjo? Tortën e pavarësisë që ta ashti. O, pasi një mendu për musa Për të respekt një... Kesianës që ka pas i linje me një tort 2 metra. Mendova ta rikrijoj përderisa ajo po virale, do na bëhet virale edhe kjo. Virale, por rëndësi ka gjatësia në këtë episod. Do e kaloj 1 metrin. Do e kaloj 1 metrin. kaloj si jo. Duhet që të qarohet një rregull. Do të jetë 1 metër nga niveli i kësaj, se unë me dash hapi grop rreth. Jo, nga kësaj, nga kjo. Tu, direkt, nga fillon kjo, 1 metër. Gropa tuneli. Jo, s'quhet. S'quhet gropa fare. Kanë ngrit asgjë. Po ata duke bërë si Sirenta ma. Jo, pa e bëjnë kështu. Si mendoni? Tunelanash. Kush do e ketë më të gjatë? Kalan. Ne ma gjatë, menon se do e kena ne ma Po gjatë. patjetër ne. Kush është më punëtori në skuadrën tuaj Kesiana? Gjithë jemi gjithë. Jemi Po i bit gjithë. fikët, po i bit fikët, fikët. ka. Uj, hold my kalam. Uj! A jem mirë? Jemi skuadër punëtore, ndodhin kur punojmë fort, ndodhin të gjëra. Vazhdojmë punën. Kesiana, je mirë. Do të lagim një çikë. Çoj kokën alt. Do të bë pak pauzë. Hajde. Se Kandilat ka nevojë që tentakulat e tyre të shplodhen her pas here. Po jo alo ujin këtu.
janë aq të trashë sa po përdorin metoda kineze për shtuar ujë, ndërkohë që njerëzit normal me pak njohuri arkitekture bën një tunel që do futet ujë. Bravo! Këtë po ju thoja, ju pash nga larg dhe thash bravo, strategji shumë e Sepse kandidat zgjuar. e tash që në fillim që shumë kandidat nuk vogël ka shumë. tru. Ai s'ka jo Ja, të shkollën arkitekturës, pa, me edhe dita me zbatu i bitë. Shumë bukur! Kjo është baza e Kalas, apo jo? Ja, njerëzit normal, ja. Tani, kam një pyetje, kush mendoni që nga skuadra kundërshtare Kandilat do zgjidhin të parë me njëri tjetrin? Ali dhe Gjesi. Ta lakim në me. Ore më gjë mua plak se Ka më s'ka. shumë logjik se u Po ta nxjerrim rënën e lagës. Qa me kokën po për dite? Ta din ata sa po ju pret. Edhe nëse ata bëjnë kullën më të bukur në univers. Edhe nëse ata e kurioz bukurën e bëjnë 3 metra e larg. Ta din çfarë do ju ndodhi. Pra ju keni përgatitur një strategji në fund, ëh? Shpirt, ne kemi marrë inteligentë të bëjmë bukur se sta do shehi, sa ka zakoni. Ku i kam sirena sonte? Të shojmë o Gjez, në e futa, Se qa bëri? kotër dhe pak të Ju ikut. shkoj jeta të kopju, marë, ju shkoj jeta të kopju. Kopje keqe, Flor Sirena, Flor Sirena. E kanë ujin ka qafër dhe nuk mund ta përdorin. Në rëndzu kalat, kemi me top kajtime të rëndzu në kalat. Shohim tani se si do vazhdojnë edhe për pak dhe më pas do të shfaqim se kush është sfida e parë me të cilën Starsa duhet përballen për të fituar një nga propsa. Ore zili qeto pa. Eliminative. Vete ka na për vije, që ti baj? Shtu Juliani, mos u afroni. Ai ti! Ma ku je shpatë të qështë. O, dhe kapelin! Asa da jetë së bëta me dhe ba. Hajde Artemis, i gjenat mujtë në Artemis. Janë të havakata. Për strategjin. E, strategjia, shiko si janë. Ne mund të bezdisim gjithë kohë sa ato kanë ofër vije. Ma e pak. E, ne mund të... Jemi shumë mirë. Ka gjanë, ka gjanë. Porta Terena. O këso bo, dërë të mërë. Thjesht po bi, nuk kam shpajtë. Jo, po te, jo. Ate, jo, tash, nuk do duhet me këtu. Po buro. O një ujë. Nisëm për qajle. Nisëm për qajle. Grup. Dhe po zemë rërën të përpunuar kështu me këm. Edhe është gati, së material një për të bënd të kala ajo. Mos të kampionat dhe se gati janë. Siç më ta shikoni, un kam në duar 2 litar sepse ka ardhur koha për sfidën e parë. Tuna goca, hajdeni këtu mblidhuni. Sirena, kandilët dhe çdo krijes deti të mblidhet këtu. Tani ka ardhur momenti i sfidës së parë. Ju keni progresuar goxha mirë bashkë me kalat tuaja. Por, duke qenë se unë në horoskop jam gafore, sfida e parë ka të bëjë pikërisht me gaforen. Do zgjidhni 2 starsa nga secila skuadër për ta luajtur këtë sfidë, të cilët do lidhin këmbët me këto litar dhe duart do i lidhin kurriz me njëri tjetrin. Mendoj të zgjedhim Aldin me që është i Ometreshit, nuk e di për ju. Duke qenë se jam kapiteni i ekipit, Duhet zgjedhësh nga vajzat. me duhet një vajzë pak a shumë e gjatësisë Si time, tënde, po, që tjetë orientimi i kampe një lloj. Ose Misa ose Gjesi, po ma mirë Gjesi. Gjesi, Jeni cila dakord përfundimtare. Jam dakord, gjithë faleminderit. Aldi me Gjese. Do më zgjidhje mua, po është okay. S'ka problem, do të gjithë besida tjetër. Ti këtu do t'jesh, se nga që ishte të tërat vite kam hasë Nëse të pranoj unë të sfida tjetër. Oke, s'janë nga që ishe keq, ma kuptosh, ishe keq. Po, shpirt, po. Ju këtë zgjidhni? Okej, dini hajde pyesë.
Bora, ta bëjmë deri te flamuri se këto po qajnë. Ne të flamur për të Okej, do e provoj një herë gjithën deri këtu, po se bë dot. Hajde më këtu te vijare, pse ikni janë para? Hajde e bëjmë, qetësi, kur të them unë. Jemi gati? Ku shkoni pari? Tek flamuri dhe kthehet sërish tek vija e bardh, fiton mundësinë për të fituar një props që e zgjedh ai. Okej? Në rregull. Okej. I keni gati? Syzetos. Okej, po i marr dhe unë syzet e Florit. Nisim. Loja fillon në 1, 2, 3! Ore tha dhe kush kthehet më kur e kem bindur më. Po, jo, sa më kushton edhe flamuri. Ore ka thënë të hyri. Po pse propsa këto? Pse këto? Po a kena pas mu këty? E tha do kthehet të një të vija. Ore po çfarë ka? Tha mu këty, ne kishim kam aty. Ndoshta mes rrugës do kthirzohet, aja kaloj unë. Bora, ta bëjmë deri te flamuri se këto po qajnë. Ne të flamur për të Okej, do e provoj një herë gjithën deri këtu, po se bë dot. Sfida fillon për 3, 2, 1. Jo e qënë! Ju pëlqen? Ha? Se mos kaloj një Flori si të duket. Okej, pjaqë. E sa kamerë që shpërgjë ka fitu? Hapi kamerë. O zëma se s'duhet me unë fokusin. Për zotin duke të bukur makjana. Kam qëtë. Do ikëm bashkë të orë, edhe unë do zihemi. Nuk e di. Do zihemi ti fresh të kokë, dhe them ha Flori apo rrogat shop. Po të besoj kur Ja, ço. Po mirë, bëj sigurisht në banjë sa gjesh me një shpejt sa me short të drejtë më vonë. Jo, po e kisha nësisht sensin që ta kuptoj se kur një zë. po bëj sot. Ta-ta-ta-ta, kemi arritur te sfida e dytë. Pse kam unë këto komardare, do thoni ju, dhe pse Aldi dhe Desi janë zhytur me disa flamur që janë të ekipit kundërshtar, do ju a shpjegoj tani. Sfida e dytë konsiston në notim. Ju, si skuadra e kandilave, duhet të zgjidhni një nga skuadra e sirenave kush mendoni që noton më keq, do me thënë që të jetë kundër ju. Ne kemi gati emrin. Flori ne kemi skualifikuar njërë. Artemisa nuk di not, kështu që zgjedhim Artemisa. E mbyta njerë. E mbyta njerë, le mbyta prapë. Jam të mirë Pra njëse. një stafi kemi. Hello, a jetoni këtu? A fresi do nëzgjidhim. Pra se ka shumë djel patos. Kë zgjidhni si përfundim ju? O shpinjon shpinë që rret, jam rrit në det. Ajo ka qënë. Soni. Okej, Crystal, hajde Crystal. Rregullat janë shumë të thjeshta, duhet notoni deri sa të kapni flamurin e skuadrës. Kush e ka pe para, fiton. Deri tani, vetëm skuadra e kandilve ka arritur të fitoj një props. Të shohim se kush do e fitoj këtë sfidë. Nuk jam gati. Kush do fitoj? Sirenat apo kandilët? Kush noton më mirë? Do ta zbulojmë tani. Sfida fillon për 3, 2,
Një! Artemisa fiton garën! Të kuqen më mirë. Të kuqen, jo plumë. Si ndihesh Artemis që fitove? Po më ju pistoletën moj. Formën blu. Edhe njërë Artemisa, le pistoletën sa duhet. Ma, po qanë, lëre pistoletën. Çfarë? Ma pjak. Do nuk çfarë theu? Çfarë? Ai po. Ka fakti. Bravo Artemisa, fitove, emocione ke fitu. Këto janë emocionet vërteta, bro. A jep një shkop? A? Jo, rafsh. Nuk bëhet të jetë. Qa tot? Shpallet parqja mi të sirenave dhe kandilve. Ne kemi një strategji shumë të vogël, shumë të mirë, që ndoshta nëse na funksionon, ne do fitojmë. E kupton? Është aq e bukur. Ne do gjejmë dikë që nuk ka nje, as ata nuk i nje, do bëjnë sikur janë fansa, do bëjnë sikur, shiko se mund bëjnë foto atje, do ja sulmojnë kashtjellën edhe do ja prishin. E vetmja mënyrë që ta fitojmë ne është ajo. Ndryshe, urime fitoja grupi. Urime topi mas. Urime kandilët. Skuadrat janë drejt fundit. Secila prej tyre ka ndërtuar kalan, të paktën ashtu le ta quajnë ata se edhe kalan nuk duket dash me thënë të drejtën, por produksioni ka menduar për to dhe do i ofroj disa guacka për zbukurim. Sirena! Që puna mungoni? Këto i keni nga ne, nga produksioni. Merrini që t'i zbukuroni. Mere Jul. Ai vjen një që. Sirena se mos na marrin zërin këto. Ja. E keni Florin, mo? Flori ka ikë në banja. Tualet sepse zuri barku. Zuri barku. Ja dhash aq, tjerat i kam për tjerët. Po pse një ne dy ata? Dy i keme, e ke atje tjetrën me. Shiko mi Kristos, shiko. Po kjo më shumë gjanë si pirg, ë? Trust the process të tha. Po procesi po maron, pra ku ta besoj? Nuk e di. Po ta kontrolloj njëri Florin banjo. Sa bukur po e bëni! Sa bukur! E di çfarë mungon? Guacka! Këto i keni nga unë? Këto dyja i keni? Ne
ne deshe me bë infrastrukturën, arkitekturën, deshe me bën si një pirg me ple. Por duke qenë se pam që grupi tjetër po e bën ashtu detirum pa ndrojmë. Të ndroni Ndrojmë arkitekturën. si që më të veçantë. Po nga që e morën ato pirgun me pleve dhe kështu detirum. Vazhdoni jepni dorën e fundit sepse koha po mbaron. Metrin ku e ke? Do e mosësh. Vjen metri pas pak. Prishte me këtë magjik është edhe super të bukur. Ka ardhur koha e metrit. Shkojmë të masim kalat që kanë përfunduar stirenat dhe kandilët. Ka ardhur koha e matjes. Filloj me sirenat. Do na mase. Kalan. Nuk lejohet matja nga tuneli dhe kjo gjëja këtu. Kështu që le të nisim. Para o shpirt, para. S'kam si e mas nga para, duhet këtu. Nga para. O viktim. Po shisi matet, jo, ashtu. Mate kështu njeri, mate kështu. Okej, hajde. O patos, lart, jo shtrem. Sa? E ke 90 e... Pritona. Që mate këtu, që qua, te fia hullit e ranës, te pikë. Jo, aty, këtu. Sa? 100. Okej, hajde. E ka fiksim. Ja ku e kemi 100, 1 metër. Më lejoni të them që e keni bërë shumë kukur. Por! Bukuria s'ka rëndësi, ka rëndësi qatësia. Ja do e masim tani. Nga këtu patos. Gjoka! Na sill drasin, merrni atë drasin. Erdha. Nga këtu. Shpejt, Aldi. Po e ke drasën aty. E ke aty. Që qua, më? Merrni që drasën. 1-20. Se kena dekrune. Hiqe. Sa s'me që si përnë. Njaj, 23! Kandilat e kanë kalan më të gjatë se sirenat. Më të lartë, jo më të gjatë. Lartësia. Më të lartë. Më të lartë, okej. Por, tani vijon pjesa më e vështirë. Kemi arritur në momentin final të sfidës. Tani keni mundësinë për të shfrytzuar strategjitë për t'i prishur kundërshtarit kalan ose të ashtu quajtur kala. Rregulli është, nuk duhet të prekeni fizikisht me njëri tjetrin. Okej. O vllaj, kthi, o zemra. Po jo ma vonë, o vllaj, ne jemi me xhirimit. A bëj të foto. Po ata po të bashkojmë. 7 orë. Bravo, Rosh! Jo, kjo strategjia jona. Strategjia jona, a diskutuaj. Gjithë me kujtë të vret fikra, aty ku i gjete ti. 5 sekonda kotimi. Ándale!